Një akt i rrallë guximi dhe humanizmi vjen këtë herë nga radhat e policisë shtetit. Personi që shihni në foto është Eri John Senko, efektivi 26 vjeçar i cili nuk hezitoi as një moment të rrezikonte jetën e tij për të shpëtuar një grua 59 vjeçare nga mbytyja në lumin Buna. Ngjarja ndodhi gjatë një patrullimi rutin, kur Senko me origjinë nga Gramshi ka vënë re gruan në gjendje të rënduar psikologjike duke u hedhur në lum, me qëllim vetëmbytjen. Pa menduar 2 herë, ai është futur menjëherë në ujë dhe ka notuar drejt saj, duke arritur ta nxjerrë në kohë dhe t'i shpëtojë jetën. Ky veprim nuk është thjesht një detyrë e kryer, por një dëshmi e fortë se në radhat e policisë ka ende njerëz që shërbejnë me përkushtim dhe ndjenjë përgjegjësie përtej çdo interesi personal. Raste si ky tregojnë se uniforma nuk është vetëm simbol autoriteti, por edhe sakrifice dhe humanizmi.